Sabër selamet, thoshin pleqët më herët. Miq të dashur, shpresoj që të keni një minutë durim të dëgjoni një histori interesante, ndoshta përfitojmë të dytë nga kjo. Një plak me plakën e tij në bjeshkat e larta me dhemët e tyre, prodhojnë vetëm qumësht, gjathë dhe asgjë tjetër. Të dy, gjithmonë të sinqert, krejt jetën e tyre, e kalojnë në bjeshkat e Zotit. Një ditë prej ditëve vendosën plaku që një herë në javët të dalë në qytet, të sjellë gjathin, të sjellë qumshtin dhe të marrë prej qytetit nevoja tjera të duhura, për shembull miell, vaj, oris dhe kështu me radhë. 20 vite me radhë. Ditën e pazarit vjen plaku në qytet, e sjell me vete qumshtin, gjathin dhe kështu me radhë, dhe te dyqani kryesor pra ja dorëzon materialet e tij ushqimore dhe merr në vend të tij po aq kilogram të orizit, të vajit, të miellit dhe kështu me radhë, dhe vazhdon në jetën e tij. Një ditë prej ditëve, dyqanxhiu vendos që të vendon në peshore gjathin e plakut dhe të shohë nëse me të vërtet ky gjath peshon 1 kilogram, apo mos vallë plaku bën hile. Dhe ashtu sikur dishoi, ashtu edhe ndodhi. Plaku nuk jepte 1 kilogram gjath, por jepte vetëm 800 gram gjath. Dhe e priti javën e ardhshme dyqanxhiu i nervozuar, dyqani plot dhe plaku po futet në dyqan me të njëjtët strajca dhe me të njëjtët çanta. Atëherë i thot: "O plak, po mbahesh i urt, po mbahesh i mençur, ja 20 vite me radhë më tradhton. Unë të jap ti materialet ushqimore, kurse ti më sjell jo 1 kilogram, pra në top, jo 1 kilogram të gjathit, por 800 gram. Si nuk të vjen turp, si nuk je i turpruar për veprën që e bën dhe moshën që e ke." Dyqani përplot me njerëz. Atëherë plaku ja ktheu: "Dyqanxhi i dashur, ne në bjeshka nuk kemi peshore dhe ne nuk dim ku ta peshojmë këtë. Prandaj, zonja ime e bën një top të gjathit dhe e vendon në njërën anë të drasës që kemi venduar mbi një gur. Dhe në anën tjetër e vendojmë pra 1 kilogram oris që e marrim gjithmonë prej të ti. Dhe kështu që nëse na ke dhënë 800 gram oris, atëherë ke marrë 800 gram gjath, për shkak se ne nuk kemi peshore. E nëse na ke dhënë 1 kilogram oris, ke marrë 1 kilogram gjath." Filluan të qeshin edhe përqeshin krejt njerëzit në dyqan, dyqanxhiun për hilet e veta, që Zoti ja nxjerr në mejdan në momentin më të keq. Të dashur miq, qëndroni në sinqeritetin tuaj, jini të sinqert, e Zoti u kthen pa i bën hila askujt sinqeritetin tuaj. Një ditë të mbarë edhe patshit bekimet e Zotit.